Së fundmi, mediat roz dhe rrjetet sociale janë mbushur me pamje që tregojnë Egli takon, ishte dashurën e gjestit, në shoqërinë e motrës së tij. Dy vajzat janë parë së bashku në publik në një event ku dukeshin të qeshura dhe shumë të afërta. Ky moment ka tërhequr menjëherë vëmendjen e fansave, të cilët janë befasuar nga ribashkimi i tyre pas një periudhe të gjatë ftohjeje që pasoi ndarjen e bujshme mes Eglit dhe gjestit. Burimet e afërta kanë treguar se pavarësisht ndarjes, Egli dhe motra e gjestit kanë ruajtur gjithmonë respektin për njëra tjetrën. Marrëdhënia e tyre ka qenë gjithmonë e veçantë, pasi gjatë kohës së lidhjes me gjestin, Egli është ndjer pjesë e familjes dhe ka pasur një lidhje shumë të ngushtë me motrën e tij. Pas ndarjes, raportet mes tyre u ftohen, por me sa duket, koha ka shëruar plagët dhe të dyja kanë zgjedhur të lënë pas të shkuarën. Fotot dhe videot që qarkullojnë online i tregojnë duke biseduar miqësisht, teksa shijonin një mbrëmje të qetë. Komentet e fansave nuk kanë munguar, disa i kanë përgëzuar për maturinë dhe respektin, ndërsa të tjerë kanë aluduar se kjo mund të jetë një shenjë se edhe Egli dhe gjesti janë afruar sërish. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk ka bërë ndonjë reagim publik, duke lënë gjithçka në nivel thashethemesh. Sipas disa ndjekësve, ky ribashkim është një mesazh i bukur për publikun, që edhe pas ndarjeve të dhimbshme mund të ekzistojë mirëkuptim dhe paqe. Në një botë ku showbizi shpesh dominohet nga konflikte dhe debate, sjellja e Eglit dhe motrës së gjestit është parë si një shembull pozitiv dhe plot pjekuri. Nëse kjo marrëdhënie e rifreskuar do të sjellë më shumë afrime në të ardhmen, kjo mbetet për tu parë. Por një gjë është e sigurt, prania e tyre së bashku ka rikthyer interesin e publikut për historinë Egli Gjesti, një histori që, për shumë ndjekës, duket se ende nuk ka përfunduar.